Vodhën çantën me para tek berberi arrestohen 3 të rinj në Shkodër. Një 20 vjeçar dhe 2 të mitur të tjerë janë arrestuar në Shkodër pasi kanë vjedhur çantën me para dhe sende personale. Mësohet se parat 2 të miturit së bashku me 20 vjeçarin i vodhën në një berberan. Vodhën çantën me para dhe sende personale të një klienti në një berberan në lagjen Perash, arrestohet një 20 vjeçar dhe 2 shtetas të mitur. Vijojnë hetimet për të dokumentuar vjedhje të tjera që mund të kenë kryer ta shtetas, si rezultati administrimit të menjëhershëm të kallëzimit të pronarit të një berberhane, se në subjektin e tij 3 shtetas kishin vjedhur çantën me para dhe sende personale të një klienti. Shërbimet e komisariatit të policisë Shkodër në kuadër të operacionit Dorë identifikuan dhe vunë prangat e policisë autor të dyshuar të rastit. Konkretisht u arrestuan shtetas IKP 20 vjeç dhe 2 17 vjeçar. Materialet proceduriale ju referuan prokurorisë së Shkodrës për veprime të mëtejshme për veprën penale. Vjedhja kryer në bashkëpunim, njoftoi policia.